Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Du me Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime dhe të abonoheni. Ditën e sotme në live-in tim, në fakt do të sillim një konflikt në familjen Rama, sepse vetëm përpara disa ditëve, Miranda Rama, një emigrante në Greqi, hyri në live me Odetën, duke treguar historinë e familjes së saj, konfliktin që kishte me të vllajën e saj Sajmiri dhe 2 motrat për shkak të pasurisë, pasi nëna dhe babai ishin larguar nga kjo jetë dhe ajo pasuri ishte trashëguar mes 3 fëmijëve, duke përjashtuar Mirandën, e cila jetonte në emigracion. Sot, pala tjetër dhe konkretisht nusja e vllajit ka reaguar, kërkon që të jetë këtu në live me Odetën dhe kërkon të tregojë versionin dhe padyshim të dëgjojmë dhe zërin e saj. Por çfarë ka ndodhur momentin kur Miranda Rama ishte live me mua, unë dua të jap një material të shkurtër për të rikujtuar historinë dhe rikthehemi sërish bashkë. Me këto që kanë kaluar, vlla dhe motër jemi vetëm në letra. Në të përditshme nuk jemi me vëllezër dhe motra. Dhe babi ka thënë që kur të vdes unë është një komodinë atje që kishim në shtëpi, do hap një sirtari dhe janë të gjitha gjërat do jenë të shkruar aty. Nuk vajta dot në varimin e babait. Të gjithë pasurinë që është, t'i kthej motrës tjetër. Dhe unë t'i jap dorëheqje. Edhe i the vllajt, nuk ta firmos, nuk ta sjell. Ai më thot mua, unë do vi në Greqi edhe do të vras tot edhe ti do ma japësh firmën. Hajde i thash. Edhe pastaj më tha mua kur iku nga aty më tha, unë tha do veten në gjendje civile, tha do të bëj të vdekur. Edhe qysh atëherë Odeta nuk flasim më, as nuk di më, as nuk flasim më. Në 2019 unë marr letrat edhe vete direkt në Shqipëri. Kur vete poshtën e takoj rastësisht Vllajin. Për çka ke ardhur ti më tha mua? I thash kam ardhur që të diskutojmë. Dhe dyta i thash të më tregosh varin e babit. Dhe përgjigjja e tij e di kush ishte Odeta? Shkon më tha se aty është nuk ka lëvizur. Para 3 vjetësh dhe di çfarë më tha motra. Lëreth sikur bëri sikur s'më njohu, nuk njeh motrën tënde. S'ka mundsi dhe 100 vjet kanë kaluar. Për çka ke ardhur të marrësh një cop tull? I thash tulla të rrath në kokë. Unë në radhë të parë kam ardhur se të kam motër. Qysh nga 2019 neve nuk flasim me asnjërin. Por me motrën e mesme, ke mund... Asa jo. Po ajo është mulla e sherit, besoj unë, e këtyre gjërave. Me motrën e mesit jemi ndarë kështu. Mbas varimit të babit, është normale, vajti, kishte letra, edhe kur erdhi, vajta unë për të pirë kafe. Dhe në muhabet e sipër thot, po kjo nuk erdhi, thot për babain që vdiq. Po si nuk e, unë thash nuk kam letra edhe unë xeva, u mërzita dhe ika. E ndjen mungesën e tyre? Shiko, Odeta në fillim, 6 muaj nuk kam fletur, ngresha dhe natë dhe thosha po pse? Ngrihesha duke qarë, ngrihesha duke bërtitur, ngrihesha po pse? Punata, unë s'dua t'i quaj fare këto as punata. Edhe i thot mamit kjo, për zëre Miranda thot që t'i iki. E mami mua nuk më thot gjithë historinë, po më thot kështu thot, mund të ikësh nga shtëpia që të vdesej qetë. Edhe unë duke mu dhimbsur mama ime se ajo ishte me kancer, dhe u largova. Unë ne nuk kemi bërë konflikte, asnjëra si motër. Ajo bënte shumë konflikte. Unë vajta për të marrë te frigoriferi. Mos u fut në dhomë, tha se unë kam vënë babën në gjumë. Qysh e vën nusja babën në gjumë? Unë këtë nuk e kuptoj. Mbasi njerëzit që do ta dëgjojnë kuptojnë më shumë. E dashur, marrëdhënia jote me nënën dhe babain si ka qenë? Po çfarë do thoshim Odeta, ligjin e bënte babai, nuk kishim neve të drejtë të flisnim për asnjë gjë. Por nëna e ndjera si reagonte tilla situata? Po si reagonte Odeta, ajo i përtypte ndër vete dhe thoshte moj bia. Ikne në për shtëpiat e juaja se moj bia. Kupton shumë. Atëherë unë s'kuptoja Odeta se isha fëmijë. E dëgjuam historinë e kësaj 42 vjeçare të Mirandës, e cila tregoi gjithë konfliktin që kishte me vllajin dhe 2 motrat. Në fakt është e rëndë që një grua, një nën si Miranda të deklaroj live që motra dhe vëllezër jemi vetëm me letra, sepse shpirtërisht nuk na lidh më asgjë. Dhe në fakt çështjet e ndarjes së pasurisë ka bërë në Shqipëri shumë familje të ndahen dhe madje të shkojnë edhe në përdyert e gjykatave. Ndërkohë se çfarë ka ndodhur është pikërisht zonja Ida, nusja e Sajmirit, e cila u akuzua nga Miranda përpara disa ditëve kur ishte live. Miranda, përveç se akuzoi vllajin dhe 2 motrat e saj, akuzoi dhe nusën e vllajit, kështu që do hap dritaren, do e dëgjoj patjetër edhe zonjën Ida. E dashur Ida, përshëndetje. Po, përshëndetje. Më telefonove sot në mëngjes dhe ishe e shqetësuar. Jashtë mas, Odeta, jashtë mas, fjalë shumë të rënda që toka nuk i ban Odeta.
Kunata jote ka qenë me mua, Miranda, në një live, ti e ke parë, dhe në fakt ajo tregoi një histori të dhimbshme të familjes së saj. Asnjë gjë që jo thonë Odeta nuk është e vërtetë. Edhe ajo që tha që nuk më ka dhënë pasojë me ardhmë me këty ne Odeta na kemi bi 15 vite që ajo nuk i shkel derën tonë Odeta. Arsyet e di shumë mirë se për çfarë nuk i shkel derën tonë, për çfarë nuk i ka pranuar babi i saj, e di shumë mirë Odeta. E di shumë mirë ajo, ai nuk ka konflikt as me vllajin, as me motrën e madhe, as me motrën e dytë. Nuk ishte me ne, vetëm me tjatin Odeta, vetëm me rrithanët këtë me tjatin. E di se për çfarë. E di arsyet i di shumë mirë ajo Odeta. Se për çfarë nuk i ka pranuar babi shtëpinë. Nuk ishte mirë atë fjalë, ti gjën fëmia im për jashta. E ka vu babin gjumë apo si. Ai e di shumë mirë se çfarë babai ka pas. E di shumë mirë. Edhe ka çfarë familje po ka marrë unë, dhe çfarë familje që jam unë. Po tani që do ngjën vëllezërit e mi. Motrat e mia Odeta, është mirë ashtu. Edhe ti nuk dishe të atë fjalë që thoshte ajo, për mi nuk ishte mirë ta ngjën të gjithë njerëzit, se ka fëmijë në shkollë Odeta. Ka një fëmijë depresion. E dashurida, ajo të ka akuzuar që e ke dëbuar nga shtëpia e babait. As edhe një ditë Odeta, për këtë dritën e Zotit, as edhe njërë. I di vetë e arsyet shumë mirë atë. Ajo i di shumë mirë vetë, vetëm me tjatin ka pas. As me mos ka bë konflikt, as me mirin, as me dy motrat e veta. Vetëm me tjatin. Por ajo tregoi që nuk mundi dot të vinte në vdekjen e babait, të ndjerit, sa ai është larguar nga kjo jetë, ka bërë aksident vjerri juaj. Po. Nuk munda do të vija në vdekje dhe unë realisht u preka kur Miranda tha unë erdha 10 vite më pas dhe vllai nuk më tregoi as varrin e babait, sa i miri. Nuk është e vërtetë Odeta. Nuk do ta dite për babin ajo. Jo. Sa erdhi që në gjumë atyna, dhe veti nuk e kam ndeshur Odeta, që nuk jam ashtu familje. Me din të gjithë Odeta. Dashurida, ajo përveç akuzave që ka bërë, ajo me sa kuptova unë kërkon pasurinë nga pjesë e babait që ju e keni mohuar të gjithë. Dhe ky është gjithë konflikti që ju keni. Ju me zemra im as edhe kush me drit, as edhe kush. Kush e ka akuzuar? As edhe kush Odeta, as nuk kemi marrë me to fare, babai e kalon me gojë. Edhe unë kur të vdes, e di dhe shumë mirë dhe dy motrat e saj, edhe unë edhe bashkëshorti im, se e kam me 14 vite, e kam majt panonën atyre, i kam shërby unë Odeta, unë i kam shërby. A në vërrim tim tha, nuk do ta pranoni, i dile ajo se për çfarë. Mirë, e qartë, ti ke qenë unë se shtëpi edhe i ke shërbyer dhe as nuk e vënë në dyshim, por ajo është vajzë në atë shtëpi dhe ka pjesën e saj. Të vinë të marrë pjesën, po jo dalë në telefon të thotë fjalë, po kur të ngjitet tash i vëllezërit e mi. Tamam, me ty jam, dhe në cilë tjetër edhe fjalët janë shumë tjera Odeta. Të flitesh vetë për pasurinë, jo të më kapë mua Odeta. Por se nalt të më kapë mu, e vite babajmë, tur për faqe zezë Odeta, ka i që të thërë, tur më do të qëj lartë e më lartë, unë që të kërkej të risike ju. Se akuzor, një, që nuk është, se akuzor, si du më akuzojnë mu, për çfarë arsye, për çfarë më Odeta, si ko akuzot më si vlaj. Por si jeni ndarë ju me Mirandën, sepse unë kuptova që ajo nuk ka kontakte me asnjë familjar. Çfarë ka ndodhur që në një farë mënyrë ju se pranoni më Mirandën? Unë të thash Odeta, arsyet i di vetëm ajo. Edhe babi. Arsyet që ajo tregoi ishte pasuria. Më dëbuan dhe më morën pasurinë. Këtë ka thënë Miranda në live me Odetën. Shkojnë të kërkojnë këtë drejtësia, shkojnë të kërkojnë, po unë do ta çoj lartë e më lartë. Që nuk kapet mu, nuk ka si të më djerë më Odeta. Ka vu babaj gjumë më Odeta, që me thonë këtë fjallë. E kupto ti, isha e vogël. Është 3 vjetë me madhe si unë Odeta. O 3 vjetë me madhe si unë. Unë ko marrë një më këtë shpi Odeta. Ka marrë 17 vjeqe. Jam për ju 15 edhe 17 vjeqe ka marrë të Odeta. Unë kom që fëmije këtyre. Jo ajo 3 vjetë për para mije. Edhe ku ka marrë në këtë derë, ajo ka qenë martu me Odeta. Ka qenë martu me. Po, ma ka treguar. O martu para mije. Ma ka treguar historinë që është ndarë dhe nga burri. Ka pasur konflikte dhe probleme me burrin e saj. Dhe është ndarë dhe jeton me fëmijët. E dashurida, unë e kuptoj që ti e lënduar, por... Shumë, Odeta shumë, unë do ta çoj dhe ti ato fjalën dakord, me ty jam Odeta, si gazetare të gjitha, fjalët e mia ai nuk ishte si ashtu. Të thoshte për plano, të thoshte për xhep, jo Odeta. Odeta ti e kupton shumë mirë ç'do më thon.
Çfarë babai ka pas Odeta, vetëm hajde dhe pyet. Dhe çfarë familje? Ai ka ul familjen asaj zero Odeta, zero. Çfarë do të thonë zero Odeta? Edhe si unë jam bia e tjetër kuj, nuk ka të drejtë ta cënosh njëri. E qartë. Nuk ka të drejtë kush me Odeta, nuk ka të drejtë kush. Ida, Kush është ajo? unë realisht të falenderoj që më more, sepse unë prisja që të flisja me motrat e saj, ose... Jo, nuk me ma kjo Odeta, kjo nuk me ma, se nuk më mram të kam marrë Odeta. Të kam rapa numër, të kam me numër, me vinte, unë tani po të ashtu vlezit, unë tani vinë me sekonda. E dash Ta bëjmë gjakë në gjuhë Odeta, është mirë ashtu. Po kjo nuk Të jam motër, unë jam motër 2 vëllezër Odeta, babajnë e kam to, të ishte baba im gjallë, të ishte baba i gjallë Odeta, do ta shikonje. Se nuk është to për faqezis të përmend ajo. Ka marrë 17 vjeçë më Odeta, 17 vjeç. Një fëmijë çfarë do të më thosh ti 17 vjeçë? Hajde pyet më Odeta në lagje. Hajde merr pyet në lagje. Se kush jam unë? Edhe kush ka qenë familja e saj? Që ka bërë zero më Odeta. Ida, por Se buri... preke më Odeta, lumi, ka ikur në fshat, nuk u kujdesur, kam vujtur në për spitali më Odeta, telefonoj kunat të tjera, kam vujtur si një Allah e di, kam pi hirë Odeta, hirë, gjize, pse të shputoj? Jo të thotë ai ka shku 3 muaj në fshat, kam vujtur si qeni kam punu, me verin po t'ishtë në tokë, nuk do t'i pranoj të këto fjalë. Shko merre tarafin e vjetë, çfarë do thonë për mua, edhe çfarë do thonë për ato? Ida, ajo me sa kuptova unë gjithë problemin Miranda e kishte me vllajën e saj Sajmirin, ku tregoj që Sajmiri nuk ka detyruar të hedhë një firmë për të më marrë pronën e babait. Gjithë konflikti është për pronën. Së është e vërtet më Odeta sa ka bërë që ai vlla, për që ato motre më Odeta, telefon tash kunat të tjera. Vllajën e ka me një sy Odeta, vllajën e ka me, si thënë ma, me si me babi? Me kem më Odeta, ai ka me një sy më Odeta, me një sy, jo i vllaj të shkojnë, të sikur thosh ta jam ka denoncu, më ka bërë kështu, ai nuk i thot kuj plaç më Odeta me gojë, kuj plaç me gojë më Odeta. Ti ta shikoj vetë, ta shikoj do thosh mos bre, çka ka bërë ajo, jo të qisë fytyrën e babait, të qisë familjes tonë. Pse ajo hyri në konflikt me Sajmirin? Babai nuk e deshte Odeta, nuk e deshte. Edhe thoshte kur të vdesu nuk do të pranoni thoshte xhena, do të luaj thoshte amanet, do të luaj thoshte fëmijët në ala amanet. Të betëm thoshte ke 3 fëmijë që ti nuk të ma pranoj xhenazën time. U grita hallabet, u grita të gjithë që nuk e duam. Gjithsesi na prap Sajmiri, që ai Sajmir prap e telefonoi Miranda babin ala. Prap e mori e i tha. E dashur, Për çdo gjë kemi thonë Odeta. Ida, nuk jam në mbrojtje të Mirandës, në mënyrë absolute. Unë nuk e njoh Mirandën dhe nuk e mbroj. Por çfarë kishte bërë Miranda që babai ju la amanet që as në varr mos të vinte, pse la një burr? Po kjo është jeta, besoj. E qartë, e kuptoj, nuk do të flasësh dhe të respektoj, por gjithsesi, babai nuk e donte vajzën. Ajo më tregoi një moment që edhe nëna më tha dil nga shtëpia dhe më lër të qetë të vdes. Ma tregoi këtë gjë, Miranda. Por vllai... Një gjëra shumë historie. Por, Një shumë gjëra Odeta për të kisha ka afër dhe dua postësh. por çfarë ka bërë? Do të thënë çfarë ka bërë ajo që e keni dëbuar nga shtëpia, nëna dhe babai nuk pranuan të... Se ka mamaja që 13 edhe babai e dy arsyen vetë me gotën, ose na, që motër si unë, nuk se vllai, edhe si vlla kur në botë Odeta. Edhe i ka thonë ai që dil do të vras, do të bëj që i ka thonë ai me një sy moj Odeta lumi, të gjithë moj Odeta, si që ta të fjalë për vllajin. Moj Odeta nuk e di si nxjerr, si ka guxu moj Odeta. Sajmiri... Një mi sy moj Odeta, me kem moj Odeta, bimer për 13 vite që merr kem. Më vjen keq për Sajmirin. Sajmiri e dëgjoi motrën e vet Mirandën? Dije? E dëgjoj s'ka plitur gjithë natën, e çova në spitali, po në qetësuese. Se e doktoreshe ta prasin që nuk do të mërzitesh, se unë shikimi Sajmiri ka unë majtë, po thuj që ke zero. Shikimin. Por kunatat e tua, 2 motrat e burrit, sepse Miranda nuk ka akuzuar vetëm ty, Ida. Ka akuzuar dhe motrat e saj dhe vllajin për pasurinë. Ajo t'ishte mirë të vinte, e t'la fosë ishte mene e tullësh e sikur shpërtullur. A jeni Jo t'na dalën të lëmë. A jeni ju të gatshëm që Miranda të vi në shtëpinë tua, ju e hapni derën?
Jo, me fjalën që po, një dje po, Odeta. Po, një dje, pa në gjuhë, atë biset, po, Odeta. E bonja të punë. Tani jo, me ka bu burri, me ka bu vjerin Odeta që nuk e di si pse jetoj them, në tani këto moment Odeta, gjithë natën, gjithë ditën ka marrë kunatat, byty tre, po gjithë në telefon, që o fjalë shumë me rodh më Odeta. Shumë me rodh më Odeta lumit, si mu të thush? Ida, unë e kuptoj që ti e lënduar, absolutisht. Çdo personazh që hyn në një live dhe tregon një histori do akuzoj një person tjetër dhe pala tjetër lëndohet dhe pa dyshim unë të kuptoj dhe pjesën tënde që je shqetësuar dhe je lënduar. Por, le të flasim pak edhe me këmbë në tokë. Ajo pasuri e nënës dhe babait të saj është ndarë me Sajmiri dhe dy motrave. Pse Miranda nuk e ka pjesën e saj? Ajo këtë kërkon. Jo, as nuk është ndarë, as ka thonë shtëpia është e juaja, Miranda gjërat i di shumë mirë, nga fillimi një në fund, se tha përmeni dhe Elin, që tha e ka ble babi, Eli me vërtet ja ka ble tokën, babi, amo Eli ja ka pagujtur 1.000 Odeta, për këtë dritë Allahut, 1.000 ka pagujtur. Shanies ja ka lënë, a e di shumë mirë se ja ka lënë Shanies, dhe Shania po vun për copën e bukës me Odeta. Jo që ta për mene kërkoj këtu, kërkoj ati, për copën e bukës më Odeta. Po mirë, tani. Vetëm të shikush, ta shikush më Odeta, vetëm me pamët. Unë nuk paragjykoj askënd, por një motor pas 10 viteve të kthehet në Shqipëri, të vetë takoj motrën dhe ajo mos ta njofi është pak e rëndë. I qartë, ti mba shumë rezerva dhe nuk do të flasësh, por ajo i ka ngritur akuzat drejt për së drejt për motrat e veta dhe unë uroj që të lidhem me motrat e saj dhe të flasë, por unë dua të bëj një pyetje, ajo shtëpia që ndodhet në Durrës, është ndarë? Jo, nuk është ndarë, seri. Jo, po nuk është ndarë, nuk dhe dante babi Odeta, se babi i erdhi i papritur. Nuk dhe dante babi kurrë dhe mbollë. E qartë, ai vdiq nga një aksident, por sot në kushtet që ne flasim Ida, dy prindrit, vjeri dhe vjera juaj dhe prindrit e Mirandës kanë vdekur dhe atë pasuri duhet të ndarë mes fëmijëve. Ajo ka të drejtat e plota të ketë pjesën e saj, se është vajza atyre dy njerëzve që janë larguar nga kjo jetë. Ajo ka të drejtën e saj këtu Ida. Për post konflikteve që ju keni me njëri tjetrin, që nuk shkoni, i keni zënë derën, ajo mund të ketë bërë një mitë zeza, juve, ju se falni, është tjetër gjë. Prona ndahet. Nuk mund të akuzoj dot gjithë pronën vetëm Sajmiri apo dy motrat e tjera dhe Miranda të jetë pa pronë. Edhe ajo ka pronën e babait. Por çfarë s'flet dot? Kjo është me ligj. Ajo ka të drejtë ju hedhi në gjyq, sepse ajo pronë është në emrin e vjerrit tuaj? Po. Atëherë ajo ka të drejtë ju hedhi në gjyq dhe të marri pjesën e saj, se ajo është e bija e atij personi dhe i takon ligjërisht Ida. Ju të thua shumë nuk flas. Kjo njihet ligjërisht. Ti nuk mund të flasësh për konfliktet, e besoj. Sherret që keni pasur në familje nuk e pse të mi tregosh, janë brenda shtëpisë tuaj dhe mbajeni brenda 4 mureve dhe nuk do të ngacmoj, të lëndoj plag më shumë. Por aman, për sa i përket pronës, ajo ka të drejtat e plota të marrë pjesën e saj. Babai, përpara se të vdiste, nuk e ka ndarë pronën dhe këtë pronë duhet ta ndani. Nuk e ka ndarë për arsye në Odeta, nuk e ka ndarë, dakord në ty jam. Po. Të thash jam bërthana shumë të ashtu, nuk kam si të flasë Odeta. Ju se e ka gjonë që dhe dante pasunin, shpinë dhe dante të gjithve, aja di se është mirë dhe mirë do vdese, erdi Odeta që a i buni aksident, që ku i ndarësën, a nuk u kësy më Odeta, se i kishte, tjeton dhe jo ma shumë, se 3-4 dit, a i didate vetë gjërat në përbije. Por, e qartë, a i nuk i ndahu, tani, unë besoj që ti lini konfliktet me njëri tjetrin, se nuk është gjë e mirë Ida. Miranda të shaj ty, ti të shash Mirandën, nuk zit një asgjë. Në fund të gjithë shka Sa mi folë Odeta, tani më dole ta më temë, që sa bukur folë Odeta, ashtu të dhënë, vite të drejtoshte, që ku është për drejtu Odeta, jo të shkojnë, Odeta, mo i gëtuj, zgudzonja do, se kishte vu vjerin gjumë, shka fjale kjo Odeta, unë nuk do të ashtani, të shkoj të dënëcoj ato, ti marë të gjitha që në thonë, po që arsye Odeta, si mund të më thush ti mu, o mazhëtin, si mund të prek dikuj tjetër Odeta, prek këtë mazhë tjetrit, as një dhe mbot Odeta, nuk prek këtë mazhë. Se jam të thash, unë jam gotë e dy prindeve, dhe unë jam motër e dy vlezve, e tjere.
Patjetër, por ajo është e rritur dhe ato që ka thënë mban përgjegjësi vetë Miranda për çdo fjalë që ka thënë, se është aq e rritur. Por ajo ka treguar në live modetën që përpara 10 viteve unë shkova në shtëpi dhe më doli qeraxhia, që ata kishin lënë shtëpinë me qira një banoreje dhe ajo më tha që ti nuk je motra e tyre. Po mi nuk është motra ty, nuk i njith, të thash Miranda nuk kishte vite që nuk kishte ardhur, ai kishte 2-3 vite që kishte ardhur kjo miqëra dhe nuk e parë, nuk e kisha parë ata. Se i kur erdha unë më tregoj ta kështu, ta nuk i kisha parë. Ai nuk ka si ta kapta ato, po më thejë të thashë Odeta, sa e nuk me vërtet, një njëri që nuk e njeh Odeta, dhe një njëri që nuk besedon për ato Odeta, si mund ta njohë ajo? Më thuaj ti, si mund ta njohë? Ida, e qartë e kuptoj që nuk e ka njohur, por gjithsesi një person kur vjen dhe të prezantohet që unë quhem Miranda Rama dhe jam vajzë në këtë shtëpi, një person nuk mund të thoj nuk je ti, dil për jashtë, se kjo është e rëndë, që Raxhiu të nxjerrë nga shtëpia. Mendoj për veten tënde. Të shkosh në shtëpi e babait dhe unë megjithatë dakord me ty jam, apo nuk besoj ta ke thonë këtë fjalë që dil për jashtë nuk e njoh, jo Odeta. Jo, nuk besoj, vetëm këtë fjalë nuk e besoj, jo. Por akoma është më e rëndë kur Miranda ka ardhur në shtëpi, në katin e dytë ku jetoni ju, dhe ju se keni pritur mirë. Është e rëndë që Miranda t'i thoj sa i... Ku ka pritur Odeta? Ku kam qenë unë? Unë ku kam qenë Odeta? Unë kam qenë di për Odeta. Jo, ajo ka akuzuar burrin tuaj, Sajmiri. Sajmiri ka pritur, ajo ka borxhiu në përshpi Odeta. Si se ka pritur Sajmiri? Nuk e pas ka pritur Sajmiri, ka një të shpi, ka një të tërë, një thot, nga Sajmiri, e të dhe i shikojsh Odeta, dhe i shikojsh si kush o Sajmiri, a një gotush më lysh për një tobolin. Ida, më dëgjoj Odeta, përpos 100 gabimeve që mund të ketë Miranda, mendoj që dhe ajo vuan për këtë pjesë. Ta arri një grua... Jo, nuk vuan Odeta, jo. Ato si 3 motre që ishin për atë vlla, ato do të kishin bërë shumë Odeta. Sa ka bush ai Sajmiri për ato do të kishin bërë shumë Odeta. Do mos do të kishin bërë jashtë mase. Jo, Odeta. Kur një njëri, një grua në mosh, nën, ta arri të thojë në një live që ne jemi motra dhe vlezër vetëm me letra, se nuk na lidh gjë më shpirtërisht asgjë, është e rëndë. Ajo ashtu është shprehur, jemi motra dhe vlezër me letra. Pastaj është akoma më e rëndë që një vajzë të vi nga emigracioni, t'i kërkoj vllajt varrin e babait, se nuk ka qenë asnjëherë, dhe ai të thoj atje e ke nuk ka lëvizur. Unë nuk besoj që Miranda më ka gënyer, i bie që Miranda të më ketë gënyer për gjithçka. Jo, më dritë lumë, jo për këtë dritë Zotit, i thot Sajmiri, me e di shumë mirë që ka po Sajmiri për ta. E di shumë mirë, se sa ka hecë Sajmiri për ta, e di shumë mirë. Ajo e di shumë mirë. Jo të thotë më ta ka dikur varen e babit kur edhe kurës Odeta. Ta them ju 100%, po 1000% që nuk e ka thonë atë fjalë. Ai çante më si fëmijë Odeta. I ta thoshte mos i pasha 3 fëmijë që atë fjalë nuk e kam thonë. Që nuk si me ty janë, si mund të thotë që nuk e di. Jo, tamam si thotë është baba i ka të fëmijëve, tashtu jo, nuk është e vërtetë Odeta, jo. Por jeni ju të gatshëm nëse Miranda vjen t'i hapni derën e shtëpisë? Po ta bëj për të dytën herë Ida këtë pyetje, sepse ajo si do që të jetë, çfarë do lloj gjëje që të mund të ketë ndodhur e dashur Ida mes jush edhe Mirandës, ajo është vajza e asaj shtëpie dhe ka pjesën e saj. Mendoje për veten tënde që të mohojnë familjarët. Unë e di që ti nuk do të flasësh, po ta them ligjërisht këtë gjë. Ajo e meriton, nga ana ligjore e meriton pjesën e saj. Nuk mundesh dot t'ja mohosh as ti, as Sajmiri, as motrat. E meritoni, a jep gjykata, sepse është vajza. Kam Mirë Rama, është vajza atyre të ndjerëve që janë larguar nga kjo jetë. Ata nuk, edhe ta kishin mbyrësuar, prapa ajo do meritonte tokë. Ajo nuk është komshia. Është vajza dhe pasuria ndahet në mënyrë të barabartë dhe nëse por pse nuk flet dot Miranda? Po të pyes shumë hapur. Nëse ajo vjen, jeni të gatshëm të gjeni një ndërmjetësim? Që gjërat Një deri po, ato fjalë që ka thonë toka nuk i ban Odeta. Edhe toka nuk i ban. Për çfarë fytyre tha, me çfarë, nuk e di. Çfarë kemi bëna për to mori Odeta, vetëm një Zot e di. Se unë do ta ngrej lart e më lart Odeta. Unë do kisha të thash edhe çfarës. Të thashë të çfarë nuk preket tjetri Odeta.
Nuk priket në familje, nuk priket si di shumë mirë, gazetare, i di gjëra shumë mirë. Absolutisht, u mundohem të ruaj etikën, por aman, kur njeriu është mbi 18 vjeç, mëndërisht është mirë, mban përgjegjësi vetë për çdo fjalë që nxjerr nga goja. Nuk mund të mbaj unë përgjegjësi për fjalët që thot Miranda, në mënyrë absolute. Ajo që unë këmbgul është që ju të gjeni një ndërmjetësim, sepse gjërat do kalojnë në gjykatë. Do vendosi gjykata më pas. Por unë do kisha dhe shumë dëshirë të flisja dhe me Sajmirin, me vllajën e Mirandës, sido që të jetë ai është vllai dhe ju jeni nusja. Do kisha dëshirë të flisja me Sajmirin, sepse ajo përcolli një mesazh në fund për të vllajën e saj, për motrat e saj, nëse ti e ke ndjekur me vëmendje atë live. A mundem unë të flas me Sajmirin? Dëshiron ai të flasi me mua? Ida. Në të thash, të kisha bërë përballë, ishin shumë gjëra, ishin shumë llafe ndryshe. E dashur Ida, unë nuk dua të bësh përballje me Mirandën dhe gjërat të shkojnë në ekstrem, se nuk zgjidhim asgjë e dashur. Çfarë ka ndodhur, mund të bëheni bashk, ndoshta ju nuk doni më kontakte me Mirandën, e the, ne nuk duam më kontakte me Mirandën, edhe Miranda nuk do më kontakte me ju. Sinqerisht më vjen keq, motra dhe vëllezërit të ndahen në këtë lloj forme është e dhimbshme. Sido që ti jetë, po të flasë si një grua dhe si një nan, edhe ti je grua dhe ti je nan. Edhe unë kam nuse vllaj, edhe ti je nuse vllaj, dhe ti ke nuse vllaj, absolutisht. Çfarëdo që mund të bëj unë, Miranda, jo, unë nuk e di kë ke përballë dhe shikon, përballë teje dhe lëviz syt, pak rëndësi ka me këja aty, po të flasë shumë sinqerisht. Se çfarë bëj unë me jetën time, nuk ka punë nuse vllaj tim të më ndaloj nga prona e babait. Se çfarë bën ti me jetën tënde, nuk mund të nuse e vllajt tënd të dëbojnë nga shtëpia. Miranda mund të bërë 1000 të zezat, por ligjërisht ajo proni takon, është e saja, nuk mund t'ja mohoni dot. Nuk mund t'i zini derën, t'i thoni jo ti nuk shkel këtu. Ajo ka pjesë në atë shtëpi. Ida, unë nuk të detyroj të flasësh, jo, në mënyrë absolute, sinqerisht. Nëse nuk do, ti nuk fol, por të bëra një pyetje, do kisha shumë dëshirë të flisja me Sajmirin, me vllajën. Në fund të gjithçkaje, ajo vllajën akuzoi, më së shumti, dhe jo nusen, jo ju. Do me dritë më shumë kam akuzuar mos në këtë fjalë. Po shumë e rëndë të drejta. Edhe unë të thashim, jam motra e 2 vëllezërve. Jo. Ai kishte çka kishte, ti kapte 3 vëllezër, 2 motrat e veta dhe vllaj. Jo të mzite mua, që unë jam nusje vllaj. Unë jam bie tjetër kuj. Ida, të lutem, ajo sipas Mirandës. Miranda përpara se të vinte në live me Odetën, ka qenë një program tjetër televiziv. E keni parë? Jo. Do të ndihmoj unë, të dërgoj linkun dhe ta shikoni. Jo, parë. Okej, nuk do ta shikosh. Ai përpara se të vinte tek mua, ka qenë një program tjetër televiziv. Dhe ju nuk kishit reaguar. Dhe ajo tentoi të hyte në live me Odetën që ju të reagonit. Ky ishte qëllimi Mirandës, kërkonte një përgjigje nga ju. Por Miranda kërkonte që të kishte një përgjigje nga vllai i saj, nga motrat e saj, sepse ajo prej vitesh është larguar nga Shqipëria, jeton në Greqi dhe kërkon pjesën e saj. Unë po të pyes për herë të fundit dhe nuk do të mbaj më gjatë. Nëse do, mund të më japësh një përgjigje. A jeni ju të gatshëm, qoftë edhe në praninë time, të gjeni një ndërmjetësim për gjithçka që ka ndodhur? Nuk ka kuptim që Miranda këtë luftë ta vazhdojë në çdo media, të dali dhe të tregojë historinë e saj. Dhe ju më pas të përballin nëpër media, nuk është kjo zgjidhje. Ajo zërin e saj e ngriti dhe ju reaguat, por gjeni një ndërmjetësim, një dakordsim me njëri tjetrin. Mirë, dakord, një tani të ngjova, po ula ashtu të ngjova. Po ato fjalën që jam thonë, jam të lehta unë që të dal me Mirandën mbas përballë? Janë të lehta ato fjalë që unë ka fëmijët në shkollë, që fëmijët e mi kanë në depresion, se fëmijët e mi t'ja bëjnë me gisht? Ida, unë e kuptoj që ti je lënduar, por mos harro. Ta them dhe një herë. Ida, dua të përcaktoj diçka. Miranda jeton në Greqi. Nuk e njoh fare, nuk e kam takuar asnjëherë në jetën time, e para herë që e kam takuar ka qenë në atë live që ka qenë me mua dhe nuk mbroj askënd. Unë thjesht mundohem si një gazetare të vendos veten time në pozicionin e këtyre njerëzve dhe të mundohem që zëri tyre të dëgjohet.
Por 2 fëmijët e Mirandës, që nuk kanë kontakte me asnjë familjar nga nëna dhe nuk janë rritur me dashuri, po ata nuk është për të ardhur keq? Që nuk dëgjuan një përkëdhelje nga gjyshi dhe gjyshja e tyre, nga daja apo nga tezet? Ke një përgjigje? Jo, e lojmë me kaq. E lëm me kaq. Jo, deta, të ta do të qej më lartë, se në emision tuaj nuk janë ato fjalë. Kam vajtë këtu, kam bërë kështu se është një fjalë deta të thak, edhe toka nuk e mban. Jo njerëzimi, po edhe toka nuk e mban. Atë që ka dhënë ajo, çdo më thonë atë ti, çka ta denoncoj. Po është drejta juaj, mund ta denoncosh, është drejta juaj, unë do të Çka ta thash. denoncoj unë pa ti të ngrehem, të denoncoj që më ka thonë që ashtu vjerin. Atë bak që ka pas ajo Odeta, kaj do të them unë, edhe atë bak që ka pas ajo Odeta, unë tani do të telefonoj vëllezrit, e do të ta bëj tani, do ta ngrej. Atë bak që ka pas ajo, mund të qenë një mund ta gjesh, një mund ta gjesh Odeta. Edhe ta familja ka marrë unë dhe ta familja jam Odeta. Mund të vish, mund të pyesish. E dashur, Ida, ajo nuk të ka akuzuar ty për gjëra që ti mendon. Jo. Edhe vinte babai në gjumë, edhe mos shkoni këtu. Asnjë Odeta. Po pra, të thash. dhe kjo shprehje sipas asaj, unë besoj që besoj se je noni ashtu fare. unë nuk jam gjyqtare të vendos. Ajo do i kërkoj gjykatës dhe unë të njoftova. Mirë, dakor. Ta ngrej, ta kërkoj, të shkoj unë tani të denoncoj ato. Dhe çfarë fjalësh ka thonë ajo Odeta? Ajo kishte në rregull, do vite të thoshte. O i punat, o vlla, kështu. Jo të më thotë unë, e vinte babai në gjumë. Ta ishte ajo Odeta. Ai ishte të thak, një e kishte. Binimi vete, një mund të gjete si babai asaj. Unë jam ngritur këtë Odeta. Unë kam që fëmija ti. Atëherë çfarë të pengon ty të përballësh me Mirandën? Më vjen turp Odeta, më vjen shumë. Kur ti je pafajshme. Me ka ullë familjen. Nuk kapët të marrë tjetrit Odeta. Odeta nuk kapët. Ida. Te shiko si çapo ndodhet, çapo bëhet. Odeta nuk kapët. Unë të shkoj, nuk kam problem me vllajin tim, me motrat e mia, unë do të përmend vllajin e motrat e mia. Jo nuk se në vllajt Odeta. Se i di shumë po marr çop kalamoni më Odeta. Ka marrë më Odeta 17 vjeçë, ta thash 15 vjeçë ka fijuar. 15 më Odeta. Çdo më thonë një 15 vjeç, që e kam gocën e dytë, 15 vjeçë. Çfarë do t'i thuash asaj? 17 ka marrë këto Odeta. Ida, të lutem. Nuk është e rëndë. Edhe ti Odeta si gazetare, kur i thosh ato fjalë, tak të nxjerrim mos të ngjosh të fjalë asaj. Për motrat e për vllajin të fliste. E di shumë se ka vllajin, ka gjendje ka vllajin. Ida, të thash dhe një herë. Miranda është mbi 18 vjeç, është e rritur dhe mban përgjegjësi vetë për çdo fjalë që nxjerr. Nuk mbaj unë përgjegjësi për fjalët që thot Miranda. Unë mbaj përgjegjësi për fjalët e mia. Ajo mban vetë përgjegjësi. Unë e kuptoj që ti je lënduar, por shumë nuk imagjino dot. Odeta nuk imagjino dot sa e lënduar që jam. Merre guximin. Nuk e prisje këtë Odeta. Kam vujtur për ato Odeta, nuk e prisje këtë të medalji. Jo Odeta ka fëmijë për shkollë Odeta. Shumë gabim kaq. Unë do ta kërkoj lartë më lart tani. Unë do ngrej vëllezit, do ngrem, do të rëson, po, do shkoj do pyes. Di them kështu, më ka akuzuar. Di them që Odeta, ka dalë kjo Odeta, më ka akuzuar kështu. Me çfarë fjalë më Odeta, me çfarë fjalë? A nëse mund të bëj 99 zezat, a nëse pasi mund të 99 zezat. Si preket më Odeta, si preket? O marrë tjetër, si preket më Odeta, ti e shikosh shumë mirë se çfarë punon, edhe çfarë po bëhet. Gjithsesi, ajo është e bia. Ajo foli për babain e saj dhe askush në botë nuk mund të ndaloj vajzën të flasë për babain e saj. Në rregull, të flasë sa të ditë më Odeta, sa të ditë, mua mos më zite me gojë. Mua, si Ida mos më zite me gojë. Që unë i kam fëmijë të për shkollë. E qartë, por ajo të akuzoj, si akuzoj vllajin dhe motra, të akuzoj dhe ty. Dhe ti nuk e ke guximin. Çfarë të drejtë, çfarë i kam bërë Odeta? Na një nuk kemi ndruar një fjalë me to, një nuk kemi ndruar Odeta, një të fëndohemi me to më Odeta. Prandaj jam me ty dhe ti i ktheve përgjigje të gjitha atyre akuzave që ajo ngriti. Dhe mua më vjen keq që shumë pyetjeve të mia ti nuk i përgjigje sot. Gjithsesi, ta them sinqerisht dhe të flas shumë hapur, më konsidero si një motor dhe jo si një gazetare që jam kundra teje. Fol me Sajmirin dhe më kontakto. Gjeni një gjuhë të përbashkët. Nuk do zgjidhni asgjë me urrëtie ndaj njëri tjetrit. Pastaj e kam gabraktisur 2 motrat e vllajt, jo më Odeta. Nuk është e vërtet kurrë dhe botë. Çka bora ajo e Greqisë, tash është në Gjermani,
Edhe jo tjetra. Jo e kam ndihmu Odeta, edhe ne më jo Odeta, vetëm një Zot që o sipër. Vetëm ajo Odeta, vetëm e drita hallau që na ka kriju, vetëm e disa i kemi ndihmuar. Jo të dalë, të vite si njeri Odeta. Të vite si njeri. Të lafosështe, oj kunak, kështu, oj motra, o vlla, kështu. Jo të mdalim oj Odeta. Thash, jo motra dy vlezve. Kjo nuk ka lidhje, jam motra e dy vlezërve dhe ajo të thoj jam motra e një vllai. Kjo nuk ka lidhje, nuk ka logjik. Ajo doli në një live dhe tregoi historinë e saj. Kur të dita? Duke treguar problemet që kishte me motrat dhe me vllain për pasurinë. Ajo kërkon pasurinë. Thelbi është pasuria, mos u merrni me detaje të vogla. Ajo kërkon pjesën e saj. Odeta, jeni të gatshëm t'ja jepni? Ajo këtë kërkon. Unë nuk e kuptoj pse do të merreni me akuza, jo të thash kështu, jo më the kështu. Thelbi i gjithë atij live ishte pasuria. Jeni të gatshëm të jepni pjesën e saj që i meriton? Ti nuk them përgjigje. E ka marrë pasurinë ajo. Çfarë pasuri e ka marrë? Sa s'ka deklaruar që ka marrë pasuri? Ka marrë me dritë pasuri ajo, e di shumë gjërat, e di shumë mirë gjërat ajo, Odeta. Më vjen trup që më ka përmen në mision. Por sepse ajo pretendon që nuk ka marrë pasuri dhe do i drejtohet gjykatës dhe ju duhet ta vërtetoni me letra, me dokumenta që ajo ka marrë pasuri. A jeni të gatshëm, po të pyes edhe një herë për herë të fundit, ndoshta duhet ta diskutosh me Sajmirin dhe prandaj këm ngula që të flisja me Sajmirin, të gjeni një ndërmjetësim kur ajo ta ketë të mundur të vinë në Shqipëri, sepse ajo nuk do vi sot dhe nesër, se s'mundet dot. Ajo të vinë në Shqipëri, qoftë edhe në praninë time, të ulet Sajmiri, të uleni të pini një kafe, të diskutoni dhe të ndani gjërat si njerëz të qytetëruar dhe mos përfundoni në përdyert e gjykatave. Ta them shumë sinqerisht këtë gjë. Ndoshta mos më jep përgjigje tani, diskutoj me burrin, me Sajmirin, diskutoj me dy kunatat e tjera. Flisni dhe gjeni një gjuhë të përbashkët, sido që të jetë, mos e menjanoni. Është gjak në atë familje. Nëse ju kërkoni që t'i zini derën, mos t'i flisni më, mos t'a mbështesni, është ligji që asaj i njeh të drejtat. Është ligji që ja jep të drejtën e asaj prone që ajo të gëzoj pjesën e saj. Se unë jam e sigurt që ai babai i ndjer që u largua një natë fatkeqe për të nga një aksident që i mori jetën, nuk do ta lindë vajzën pa pronë. Babai dhe nëna, të mirë të keq ta kenë fëmijën e tyre. E lë me kaq Odeta, e lë me kaq. E lë me kaq, dakord, është e drejta juaj. E lë me kaq, se kem afër, bisedoj. Dakord, diskuto me Sajmiri, diskuto me kunatat dhe më kontakto. Mirë të dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që t'jeni live me Odetën, mund të më telefononi te numri i telefonit 069 99 55 698. Nëse nuk keni një histori për denoncuar, mos më telefononi. Të gjithë ju që më kontaktoni, jeni pjesë e live-it tim. Kush nuk ka për të folur dhe për të qenë pjesë e live-eve të mia, mos të më telefonoj, është fare e thjesht. Mirë, por edhe ju që keni eksperienca të bukura, kërkoni që t'i ndani këtu në live me Odetën, të jepni mesazhe pozitive, atë të cilën unë shpesh bëj thirrje. Të gjithë kemi nevojë për motivim dhe motivohemi kur dëgjojmë njerëz të suksesshëm. Shumë shqiptarë në emigrim janë bërë të suksesshëm dhe do doja që në live-et e mia të kisha shqiptar për të na treguar për suksesin, sakrificat e tyre që kanë bërë jashtë dheut. Kështu që më telefononi për të qenë me mua dhe për të ndarë histori të bukura dhe për të dhënë mesazhe motivuese për të gjithë ata që na ndjekin audiencën time. Mund të më shkruani edhe në faqet e mia në Instagram dhe në Facebook dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me ju me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni dhe ritakohemi nesër.